A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Më i ndershmi ndaj ju është ai që është më i devotshëm. Prandaj, kush është më i nderuar tek Allahu, është ai që është më i devotshëm, më i përkushtuar. Atqakum at-taqwa ha huna, tha pejgamberi alayhis salatu wassalam. Takvaja, devotshmëria është këtu dhe bëri me drejtim nga zemra, që për të na treguar se derisa nuk i përmirësojmë zemrat tona, nuk mund të arrijmë pra të jemi në sferën e devotshmërisë. Prandaj, në lidhje me këtë çështje, Lukman Hakimi, i urti Lukman, në një kohë ishte shërbestar i një zotriu, një emiri, dhe kishte marrë vesh emiri ose prisi mbretja asaj kohe se Lukmani si shërbestar i tij është njeri i zgjuar dhe bën veprime të mençura. Prandaj një ditë vendosi ta testoj Lukman Hakimin dhe i tha: "Më prej një kurban dhe më bie 2 pjesët më të këqija të kurbanit." Dhe ai shkoi e preu kurbanin dhe i pruni pra i solli zemrën dhe gjuhën dhe e vendosi në tavolinë. Mbreti i shikoi zemrën dhe gjuhën. Pastaj mbreti i dha sfidën e radhës. I tha: "Preje kurbanin e dytë dhe më bje 2 pjesët më të mira të kurbanit." Ai preu kurbanin e dytë dhe përsëri i solli, pra i pruni zemrën dhe gjuhën. Mbreti tha: "Diçka nuk shkon këtu." Sepse edhe të parin mësolle pra me prune zemrën dhe gjuhën dhe dytin zemrën dhe gjuhën. Dhe buzëqeshi Lukman Hakimi i tha të parën herë, kur e solla zemrën dhe gjuhën, desha të them se mos e prish zemrën dhe gjuhën. Kurse të dytën herë, desha të them se rregullo zemrën dhe gjuhën dhe bëj atë të mirë, nëse don që të jesh i devotshëm dhe i suksesshëm në këtë botë dhe në botën tjetër pranë Krijuesit të gjithësisë. Prandaj, gjuha dhe zemra janë 2 komponente, të cilat ne si besimtar duhet t'i lagim vazhdimisht me dhikrullah, me përmendjen e Allahut. Wala dhikrullahil akbar, dhe përmendja e Zotit është gjëja më madhështore, më kulmore. Prandaj, nëse një gjuhë vazhdimisht i shpreh hamd falënderim Krijuesit, elhamdulillah, ajo është gjuhë e devotshme. Nëse një zemër vazhdimisht e ndjen dashurinë ndaj mëshirës, ndaj paqes, ndaj bërjes së gjërave të mira, ajo zemër është e devotshme, e dedikuar dhe e përkushtuar në bërjen e punëve të mira. Prandaj besimtarët, siç ishte edhe Abu Bekri radiallahu anhu, Uthmani, Aliu, dhe tabinët, po ashtu, Zein el Abidin, e shumë gjeneratat e arta, pra u përkushtuan me zemër, me gjuhë, me vepër dhe gjymtyr në bërjen e punëve të devotshme, me përkushtim, me devocion, pra ata sollën prosperitet në shoqëri. Prandaj, ne duhet të koncentrohemi në sjelljen e prosperitetit në shoqërinë tonë, duke i bërë punët me përkushtim. Prandaj, inna akramakum inda Allahi atqakum, më i mirë ndër ju është ai që është më i devotshëm. Prandaj, të jesh i devotshëm është një sfidë në ditët e sotme, mirë po, nëse përkushtohemi, zgjohemi herët në mëngjes dhe përkushtohemi në zhvillimin e punëve të mira, në ambientin që na rrethon, në shoqërinë që na rrethon, duke folur fjalën e mirë, duke ndier me zemër punën e mirë, do të ndërtojmë breza të suksesshëm. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, me përmendjen e Zotit qetësohen zemrat. Andaj, një gjuhë që përmend Zotin vazhdimisht, ajo nuk është gjuhë sharse dhe ofenduese, por është gjuhë rregulluese. Allahumme ya Jabbar ijburni ya Jabbar. O Zot, që je rregulluesi çështjeve tona, na i rregullo çështjet tona ashtu siç është, më së miri,
sepse ti din të rregullosh çështjet tona, sepse ju pra jeni krijuesi e ne jemi krijesat e tua. Andaj ne kemi nevojë për ty, ja Rabbel Alamin. Kemi nevojë vazhdimisht sepse ti je krijuesi dhe ne jemi krijesat. Andaj ne përkushtohemi dhe të madhrojmë ty me madhërinë që të takon, që të mos devijojmë. Prandaj në 5 kohët namaz, kur e përmendim, pra kur e lexojmë surën Fatiha, e lexojmë një ajet që është ihdinas siratal mustaqim. Na udhëzon në rrugën e drejtë, na forcon në këtë rrugë të drejtë dhe ruana nga kurthat dhe hilet e shejtanit të mallkuar. Na udhëzo që të përkushtohemi me devotshmëri në këtë rrugë të drejtë dhe të mos devijojmë në rrugica pa krye, pa kokë. Prandaj, gjitha këto të mira që ti na i ke dhënë, ja Rabbel Alamin, ne të jemi mirënjohës dhe të shprehim hamd dhe falënderim. Përkushtohu me devotshmëri të hapësh një librari në fshatin tënd, në lagjen tënde, në qytetin tënd, një librari ku njerëzit të lexojnë, ku rinia të largohet nga veset dhe shkeljet e këqija devijante, të afrohet më shumë dijes dhe librit, në mënyrë që kjo rini të avancohet dhe të ecë përpara. Përkushtohu që të largosh pengesa nga rruga, me devotshmëri, largoje për hir të Zotit një gur nga rruga. Largoje një mbeturin, një hedhurin nga rruga, pastro vendin, ambientin ku jeton. Mbaj fjalime edukative, qoftë përmes rrjeteve sociale që ti edukosh rinin, ti edukosh që të duan më shumë atë dheun, të duan më shumë nënën, babain, familjen, ambientin ku jetoj. Ti mësosh ata në punë vullnetare. Përkushtohu me devotshmëri që vendi ku jeton, vendlindja jote, adheu jot, kudo që ti jeton, të ketë rregull dhe disiplinë. Bëhu kontribues në shoqëri, bëj punë vullnetare, menaxhuese, prosperuese që çojnë përpara pra të mirën. Andaj me devotshmëri dhe sinqeritet ne do të arrijmë grada të larta tek Krijuesi dhe do të kemi nderime edhe nga krijesat në këtë botë. Po ashtu nga Krijuesi në botën tjetër dhe në këtë botë. Assalamu alaikum, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me ju.